Përshëndetje miq të Kurora TV. Shumë shpeshherë shohim që zjarr fiksat po shpëtojnë mira jetë. E këto histori do të na flasë vetë dhe zotri Nehat sot me neve. Përshëndetje për juve. Faleminderit që gjetët kohë fillimisht. Faleminderit juve për vizitën dhe për krahjen çdo herë që na i bëni në çdo kohë e çdo moment. Po patjetër. Po du me të pyet që sa vite po punoni faktikisht si zjarr fiks? Këtë vit i kam bërë 24 vite përvoj pune, do të jam punësuar dikur vitin 2001. Je kanë shumë i ri, besoj. 24 vjet. Është e njëjtë sa kam edhe përvoj. Po. A ke qenë i përgatitur atëherë, nëse kishe mujt me këty për një me kohën, para 24 vite a i kishe zgjedh prap? Po, jo, si kandidat potencial atëherë për mu pranu në punë se zjarr fiks, nuk është se kom pas farë njohërije, ose parapëlqimi për profesionin. Po. Që kanë këtë diçka e rastit, një konkurs si rastishëm, mas në testimet për kalimin e provave. Kështu ndër najherë se ke pas? Jo, as ide nuk e kom pas ka bojnë këta njerëz. Po, ma vonë, masi që jem pranu, kom marrë njohëri bazike në Akademinë e Policisë, tash Akademia për Siguri Publike, një kurs 2 javor, mas në pjesa e aktive e punës si atrakcion vete, ose ngritje adrenalinës, kështu që ka vazhdu 24 vjetë me njëtin përkushtim. Po, real, as edhe njëherë, as andër nuk e kom pas e kom e konë zjarr fiks. Cili ka qenë andra juaj para se me vendos me qenë zjarr fiks? Kam njësë një drejtim mjekësit përgjithshme si teknikë medicinale. Prapë dhe profesioni tjetër për mi shpëtu njerëz. Po, afërsisht njëjtë. Gjithmonë dim njerëzë. Do shta pak e ka ngritë edhe ajo emocionin. Po. Kështu që tani aktualisht si zjarr fiks. Po, po cili ka qenë rasti që nuk e harroni dot prej mendjes gjatë këtyre 24 vite? Të tilla ka shumë. Ka shumë, na dikun një mesatare ditore e kemi 8 zjarre bazuar në statistikat e vitit kalum, 2024-ës, apo rreth 2400 totali për 365 ditë vit. Tilla ka shumë si raste, me që e përmende cilë është diçka që ty të mban men. Edhe për shkak të etikës profesionale, nuk i marrim ashtu me i tregu shumë si ngjarje, për shkak se jam të rënda. Po, gjatë kur ke fillu 24 vjetë, qështë e ke menagju këtë punën, se ndoshta ke pas rastin me pamje që nuk i ke pa ma herët para se me qenë zjarr fiks? Absolutisht, është fizikisht i rëndë, emocionalisht edhe ma i rëndë. E qështë e ke menagju? Ka periuda kur ti merr pjesë në për aksidente trafikut, ka me javë që nuk vjen në gjendjen e ma pashme për shkak të rasteve që i sheh si tilla. Asnjëherë nuk shkon në intervenime pa fytyra të keshura. Po çdo herë gjon fytyra të rishtume. Edhe kjo krahas punës e lodhjes fizike që e bën e shton edhe ngarkesën psiqike më vonë, por si profesion që është, duhesh me qenë aktiv edhe në pjesën e sporteve ose aktiviteteve fizike, në mënyrë që me i largu ato emocione, apo tek rastet më të rënda duhet edhe me ju drejtu edhe psikologut. A ju ka ndodhur me u konsultu me një psikolog? Jo, se jemi paka shumë të përgatitur në drejtim, mas ne edhe shoqënia është një faktor që e zbutat emocion, plus aktivitetet sportive edhe kështu që me hek dyqysh. Po, e vërtetja. Po, sa i përket në Prishtinë, në rrethinën e Prishtinës, në cilin vend ma shumë po ka raste për me intervenu? Ashtu nuk ka një ndonjë zonë që ka ma shumë raste? Verzion të veçantë. Tek rastet ku janë zjarre të mbrëmshme, ndodhin pothuajse të njëjta prej vitit në vit. Te zjarret fushore dhe malore shtohen. Kryesisht janë pjesë malore dhe fushore që mbillen në sezon, janë të zakonshme ato zona.
Pjesa e këtyre rasteve ose aksidenteve varierojnë prej vitit në vit është. E zjarret çka këtu në cilën pjesë të vitit ka më shumë, a ka ndonjë statistikë? Kryesisht periodat e thatësisë. Nuk do të thotë që është janare nuk o thotë. Mund të ndodhë janar, mars, po kur do që ka thatësi, e kryesisht tek ne është korriku dhe gushti, ose periudha e vjeshtës. Po është puna që e kanë si traditë më do këtë shqiptarë për me djek ato... Hamullore. Hamullore. Po. Ndoshta kjo është arsyeja që ka më shumë zjarre në atë kohë, besoj. E cili ka qenë vitin gjatë këtyre 24 viteve që ka pas më shumë zjarre? 2024. 2024 da? Po. E cilët kanë qenë ato zjarre më të shpeshtat? Po zakonshëm na periudhën e zjarreve që evolojnë shumë gjatë vitit është që ajo periudhë korrekt gosht shtatori, po realisht edhe tetori nëse marrin tatësi, dhe kryesisht janë zjarre fushore edhe malore. Cili ka qenë intervenimi më i gjatë që keni mujtë që nuk keni mujtë me shumë zjarrin që ka zgjatë ndoshta me shumë orë? A kemi kësi intervenime që kanë zgjatë shumë? Po, ka tilla. Depot kryesisht kur ndizën, ato zgjasin një periudhë më të gjatë. Periudha e izolimit ose e lokalizimit zjarrit është më e shkurt, po pastaj mu marrë me fikjen si tërsi, zgjat një periudhë më të gjatë. Ka ndodhur me 2-3 ditë ose edhe me javë kujdestari në zonë për shkak se nuk krijohen kushtet mjaftueshme për me shu zjarrin. Po si 24 vjeçar kur keni fillu, a keni pas ndonjëherë atë ndjenjen që nashta nuk jem profesionin e duhur edhe nashta s'm pi kushtoj shumë kohë familjes? A i ke pas këto dilema? Sa është e vërtetë se një Zarfex do të më përqendru 100% punën e vetë, besoj. Absolutisht. Edhe ndoshta veç në pas orarit punës mundet me kushtu kohë familjes, edhe pas orarit punës mundet me punu prapë. Shpesh në kalumën, po dhe sot ndodhë që me arru, po duj se krejt komplet familjen, për shkak të angazhimeve të vazhdueshme që janë, po kem paga shumë një mirë kuptim për shkak se dhe ata kanë kuptu se çfarë profesioni janë. Po jo e keni pas të dilema si Irina, nashta gabova, apo nashta i shkon ma mirë? Si profesion, nëse e marrim për në arsye profitabile, nuk është, e kuptohet e qartë. Po, se cili prej njerëzve që janë të punësuar këtu, ka pak një zamër, ose brenda vetes një ndjenjë të veçantë që e ka të rejkë me orë ka profesioni zjarfikës. E cili është momenti më i mirë i ditës për një zjarfikës? Atëherë kur ti shpëton dikon, atëherë kur ti shpëton pasurinë e dikojna, atëherë kur ti shpëton me qoftë edhe një kafshë, është një emocion që nuk blet me asë edhe një me çfarë do pasurije. Po. Është një emocion i veçantë. Po. Se nuk paguhet me asnjë gjë. Po, kjo është shumë e vërtetë. Sa do që të ketë çmim pagë për një zjarfikës mujor, nuk paguhet me asë edhe një gjë. Ajo është momenti më i mirë i ditës, besoj. Absolut. Po, në një moment kështu që të kam bet në mend që e si sësit të keq, në një me na për shkak të etikës nuk përmendim. Nuk përmendon, okej. Në shumicën e rasteve, as logjika, as mendimi i njeriut i logjikshëm që si ka mujt me ardhë, me ndodhë të ajo aksident ose fatkeqësi. Po, unë zakonisht nuk i publikoj për shkak të etikës profesionale. Po sa zgjatë një përgatitje për me dalë një intervenim? Prej qendrës këto për... Po me dënë koha e reagimit. Po, koha e reagimit. Koha e reagimit të na aktualisht është 50 sekonda deri në 1 minutë. Tani në varet ku është intervenimi. Po, apo ka vështirësi në Prishtinë për me intervenu shumë shpejt, duke marrë parasysh edhe kolonat që pëndodhe? Afërsisht janë ma problematike periuda kur e mëngjesit, kur njerëz shkojnë punë dhe e mramjes, e pasditës, në fakt, kur njerëz kthehen prej punave, ka të llovi, por ka një mirë kuptim shumë të mirë të qytetarëve në raport me këto shërbime. Vetëm atëherë kur nuk kanë, ka shkojnë, nuk na i lirojnë rrugën të kundërtën, depërtojnë ma shpejt se sa në kushte normale. A këshme pas mundësi edhe ndonjë këshill si Zjarfex me pas nga jo? Cila është këshilla që të dëshiron mja dhon njerëzve që nuk mund është mja thonë, kështu drejt për drejt, ama e ndjen një të nevojshme mja thonë? Po njës në ka aspekti profesional edhe sigurisht çdo profesion
ndërlidhet edhe me këshillën. E vërtet, po. Më ka ndodhur me pa raste shumë të mëdha, edhe me i menaxhu shumë lehtë. Edhe shumë të vogla e menaxhohet shumë gjatë. Po. Kështu që asnjëherë mos e nënvlerëso situatën. Çdo herë përgatitu për më të rëndën. Okej. Kjo besoj është këshilla më e mirë e një zjarfiksit. Atëherë të falenderoj shumë për kohën që ndajtët me ne. Edhe faleminderit që jeni gjithmonë në dispozicion edhe nuk hezitoni asnjëherë me na folë në media. Faleminderit edhe për ju si media.